shumë jena të një kohëve të fundit për fizikën kuantike, për mjekësinë kuantike, për astrologjinë kuantike, gjithë shka po shkon në drejtim, ku po shkon njerëzimi dhe çka dhe më thanë kja, me mu sot në studio një musafire shumë speciale, e cila ka vite që merret me këtë shkencë, e ajo është Astria Binaku. Mirë se erdha, Astria. Faleminderit, Antigona. Unë erdha këto, jam shumë interesume për më tregu njerëzve që ka ekziston diçka që mundet njerin bas analizës kuantike mi largue dhe toksinat edhe me rregullu shëndetin. Po, energjia jote është shumë e mrekullueshme. Faleminderit, gjithashtu edhe Për jote. momentit kur të kam taku, ma ke dhënë një ngrohtësi edhe jam kënaqur shumë që po të njoh. Kështu më vlerësojnë gjithë njerëzit që vinë te unë, në vizitë, më thojnë energjia jote na bën diçka mundi çdo ditë bukur. Shumë bukur, po. Ke një bukuri të rrezatuese, edhe vërtet kënaqësi që njihemi. Fillimisht, për mos me folna direkt për këtë aparat, edhe për këtë çka ka me ndodhur sot njerëzit nuk kanë më nënshtru një analize, drejt për drejt këtu me juve bashk, pa asnjë filter, me e kuptu se çka ka organizmi jem, a jam e shëndosht, çka me mungon, si duhet ta trajtoj organizmin tem. Me ju thonë të drejtën, unë jam njëri i cili nuk kam qef fort mjekësinë. A kjo mjekësia alternative gjithmonë më ka tërheq pak më shumë. Unë do të bëj një analizë kuantike, unë i shoh 13 analiza këtu, edhe smundje kronike. Për 13 analiza, më me pa gjitha ku është ndëmbel organet e juve. Ku janë dembelov? Po. Cili organ është dembelov? A peshen ju, dëna me gjetë se cili pi organeve të mija ka ra pa uzë po lip pushim. Shumë e vërtet. Edhe çdo herë që vinë pacientat, mundohen më tregu për smundjet e tyne, nuk ka nevojë më tregu, unë e shoh këto. Okej. Analizën kuantike bëj qysh para 8 vite. Fillova unë nuk e kom kuptu as datë, po kështu që erdha deri këtu. Jo, si ja ke fillu dhe në mja njës prej fillimit. Tregona kush është Astria, ku ke lindë dhe ku jeton tash? Une kam lindu në Barilev, shatin Barilev. Këtu në Kosovë. Kam studiue fakultetin teknik këtu në Prishtinë. Edhe si që gjithë shkova në Gjermani, jetoj afër Bremenit, thirret në qytet Zyke. Kam 2 djemë, 2 nuse, 2 mbesa, edhe normal, edhe burri. Edhe kështu që unë fillova në Gjermani me njoh këtë punë. Okej. Zakonisht, unë e di prej vetës, edhe prej shumë miqve të mija dhe njerëzve të cilët kanë ndryshu kohje jetësore. Mjekësia alternative për ty është kohje e re jetësore. Shumë e vërtet. Na trego